Sot plot 36 vjet mbas rënies së diktaturës komuniste, Lusna përjetësoi kujtimin e martirëve të lirisë, me një memorial që ndoshta duhet të ishte bën shumë më herët. Megjithatë, edhe pse me vonesë, ky nderim mbetet po aq i vlefshëm dhe i domosdoshëm. Por për me kuptu domethënien e vërtetë të këtij memoriali, duhet mu u kthy disa dekada më mbrapa. Regjimi komunist nuk e zgjodhi rastësisht Lusnën si shënjestër të terrorit. Ky katun legjendar, i njohur për traditën e qendresës dhe shpirtin e tij liridashës, konsiderohej si një votër që duhet hyj e nënshtru për t'i hap udhë nënshtrimit të kretlumës. Për këtë arsye, Lusna u përball me një val terrori, pushkatimesh, burgosjesh e përsekutimesh të papame, tu shndru në një prej simboleve më të dhimbshme të barbarisë komuniste në lumë e në krejt Shqipërinë. Por as terrori, as pushkatimet, as burgjet nuk arritën me mposht shpirtin e këtij katundi. Pikërisht për këtë arsye, memoriali i ngritur sot është një borxh moral i shlym, një nderim i vonum, por i meritum për burrat e Lusnës dhe jo vetëm, që u flijuan në emër të lirisë. Ai është gjithashtu një amanet për brezat që vinë, me e kujtu sakrificën e tyne, dhe mos me leju kurrë që e kalumja të përsëritet.